21 nëntor, rëndësia e mirënjohjes. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mbura vec, mendje mëdhenj, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, e 2 Timoteu 3:1-2. Vëre se si mos mirënjohja shoqërohet me krenarin, abuzimin dhe mosbindje ndaj prindërve. Në një vend tjetër Pali thot: as të folurit pa mend e fjalë për të përqeshur, por më tepër falënderim. Efesianëve 5:4. Prandaj, duket se mirënjohja, falënderimi është e kundërta e të shëmtuarës dhe dhunës. Arsyeja është se ndjenja e mirënjohjes është një ndjenjë për ulur dhe jo krenare. Ajo lartëson të tjerët dhe jo veten. Mirënjohja ka zemër të gëzuar, jo të zemëruar ose të hidhuruar. Falënderimi i hidhur është kontradikt në vetvete. Çelësi për të çliruar një zemër falënderimi dhe për ta mposhtur hidhurimin, të shëmtuarën, mungesën e respektit dhe dhunën, është një besim i fortë në Perëndin, krijuesin, mbështetësin, siguruesin dhe shpresëdhënësin. Nëse nuk besojmë se jemi thellësisht borxhlim Perëndis për gjithë sa kemi dhe shpresojmë të kemi, atëherë vetë burimi i mirënjohjes është tharë. Prandaj, po e përmbyll me mendimin që shtimi i dhunës, sakrilegjit, shëmtisë dhe mosbindjet në kohët e fundit është një çështje që ka lidhje me Perëndin. Problemi themelor është dështimi për të ndjerë mirënjohje në nivelet më të larta të varësisë sonë. Kur burimi i lartë i mirënjohjes ndaj Perëndis shteron në majtë të malit, shumë shpejt të gjitha pellgjet e falënderimit që gjenden rreth malit fillojnë të thahen. Kur mirënjohja humbet, sovraniteti i vetes miraton gjithnjë e më tepër prishje për kënaqësinë e vet. Lutu për një ricim më të madh të mirënjohjes së përulur.